Atëherë vërtet do të mund prekim më 10%. Kemi një opozitë që ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin. Kjo është sikur të kërkosh të bësh kapiten i anijës duke ia shpuar fundin asaj. Përballë këtij fronti të errësirës, ne me dritën e Naimit apo dhe me dritën e Sokratit do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak. Nesër 4 javë janë zgjedhjet e reja e të jashtëzakonshme, të cilat vinë më pak se 5 muaj pas zgjedhjeve të kaluara ku ne shënuam 51% të votave. E ato vinin 10 muaj pas zgjedhjeve ku ne fituam 42% të votave. Prej shkurtit drejt dhjetor, pra, në vitin e kaluar u rritëm për 9%. E nëse rritemi po aq prej dhjetorit drejt qershor, atëherë vërtet do të mund prekim më 10%. Nëse punojmë ashtu siç veç ne dim, ashtu siç e kërkon situata, me sinqeritet dhe për kushtim, edhe kjo padyshim që është e mundur. Sa herë po na bllokojnë, ne po rritemi e ata po marrin përgjigje edhe më të fortë nga populli. Megjithë këto, unë jam i mendimit që si shtet, si shoqëri, si institucionet sistemit që duhet funksionojnë në mënyrë demokratike dhe efikase, ne nuk kishim nevojë për zgjedhje të tjera të reja kaq shpejt. Duket sikur dikush, mbase ndonjë strateg që rre nga hije që drejton nga prapaskena veprimet opozitare, po mendon që zgjedhjet janë të domosdoshme. Ndoshta janë për dikë, por jo për popullin e për shtetin. E kjo po ndodh me qenë se përballë nesh kemi një opozitë që ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin, prandaj ka zgjedhur ta bllokojë shtetin. Opozita po e kërkon pushtetin duke bllokuar progresin. Kjo është sikur të kërkosh të bësh kapiten i anijës duke ia shpuar fundin asaj. Përballë këtij fronti të errësirës, ne me dritën e Naimit apo dhe me dritën e Sokratit i themi popullit nuk ka kthim prapa. Opozita bllokon për shkak se tashmë kemi blok opozitar. Është në qenjen e tyre bllokimi. Ju e shihni se si mbështesin, ndihmojnë njëra tjetrën dhe sa shpejt e kollaj bëhen bashkë kundër vetëvendosjes dhe qeverisjes sot. E pas zgjedhjeve, ne sërish do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak. Për një president të ri jashtë skenës aktuale politike, me integritet e me kompetencë, me vlera e me merita profesionale e kombëtare, dhe ata e dinë që kjo ofertë e jona është shprehje e hapjes sonë, që është tipike për një subjekt demokratik, por atë që ata mbase nuk e dinë dhe është mirë ta kuptojnë është se edhe populli e di të vërtetën.